kategorive. Në afatgjat është zgjidhje kjo në bazë kategorive përfitimi, pra 1.800 lek për pensionin urban të plot, të pjesëshëm rurale gjitha me radhë. Për të përgjigju kësaj pyetje do të shikoj mirë efektet që ka dhënë zbatimi i vendimit të Këshillit të Ministrave numër 828, i cili fillovi për të zbatuar më 1 janar të 2026. Efektivisht, kryeministri kur ka dalë për herë të parë në fillim të nëndorit të vitit 2025, e ka shprehur sipas këtyre grupeve shoqërore që do të ketë atë masë që do të përfitojnë. Ndërkohë, ky vendim u zbatua dhe ashtu siç ishte shkruar që do të ketë kufizime, gjë që se kishte thënë. Domethënë, cilat ishin kufizimet? Për pensionin mbi 40.000 lek, kushdo që përfitonte të ardhura nga sigurimet shoqërore duke bashkuar të gjitha të ardhurat. Këtu futëm për shembull ushtarakët që marrin 2 pensione. Nëse bashkojnë të dyja bashkë me pensionin suplementar. Është e parë që bashkohen të dyja, sepse në çdo përfitim tjetër është marrë ajo pjesa e bazës. Edhe del mbi 40.000 lek, atëherë ata nuk e përfitojnë. Po kështu pensionet e pjeshme indeksohen ose marrin atë bonusin prej 800 lekësh, ato që janë të pjeshme, por jo më shumë se 22.000 lek. Dhe invaliditetet marrin 6.000 lek, po jo më shumë se 300.000.